Një ndër begatit më madhështore vëllezër të ndershëm është që ne ende jemi gjallë dhe kemi rast që të përmirësojmë raportet me Zotin ton. Të falemndrojmë Allahun Azza wa Jall për mirësitë që Allahu Azza wa Jall na i dhuroi. Pra vëllezër të ndershëm, ky vit vetëm se po shkon. Pra ato thoshin parë tonë si Omer ibn Khattabi, llogaritni veten tuaj si para se të llogariteni. Peshoni veprat e juaja para se t'ju peshohen ato. Dhe thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: Ja ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Thot Allahu Azza wa Jall: O ju besimtar, keni dëru Allahun Azza wa Jall. Pra ata që i kanë dëru Allahu Azza wa Jall i tharet dhe i thot: le të shiqon çdo njeri nga ju çka ka përgatit për nesër. Thot Katade: Allahu Azza wa Jall ditën e Kiametit e ka parafëru për besimtarit, derisa e shef besimtari ditën e Kiametit sikur më ndodh dita e nesërme. Pra vëllezër të ndershëm, çfarë duhet ne të veprojmë në fundin e vitit? Na e dim se çdo firmë përgatitet për me rregullu dokumentacionet e tyre. Pra në fund të vitit na thoshin përpara se bëhet popisi, në këtë gjuhën bashkohore bëhet kontabiliteti vëllezër të ndershëm të çdo ndërmarrje. Pra çfarë ndodh nëse ata e neglizhojnë? Asgjë nuk ndodh, vetëm se ka mundësi që disave nga ato t'i mirret licencë, dita se të ndëshkohen në ran. Për këtë arsye çdo kush është i kujdesshëm që të del i pastër 0-0 në fund të vitit. Mirë po këtë dunja është kjo dunja kalimtare, që thot Allahu Azza wa Jall: ka annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. E shohin ditën e Kiametin ata sikur mos me pas jetu në ta një pjesë të ditës, apo një mëngjes, apo një mbrëmje, krahasim me ditën e ahiretit. Pra dita e ahiretit është dita e vërtet, që ne jemi drejtu drejt asaj, para ta të llogaritmi veten ton, para se të ne dalmi para Allahut Azza wa Jall të llogaritemi. Omer ibn Khattabi për çdo natë jam shonte me shtagën e tij kamve të tij dhe i thonte: o ju kam, çfarë vepruat sot për Allahun tuaj? Dhe transmeton Enes ibn Malik që thot: me smeje dhe Omer ibn Khattabit ishte një mur. E ndëgjova Omer ibn Khattabi duke qërtu vetën e tij dhe i thonte: ja bunayya al-Khattab, la tattaqina Allah aw la yu'adhibannak. O biri Khattabit, o Omer, mos u ban çalamxhi, mos u ban mendje madh. Do të frikësh, do t'i friksohesh Allahut Azza wa Jall, apo Allahu Azza wa Jall ka me të ndëshku. Pra vëllezër të ndershëm, si ta llogaritmi na veten ton në fund të vitit? E para nga ajo ta llogaritësh se 360 apo 365 dita po kalojnë. Dhe këto nëse i shndrojmë në orë, afërsisht bojnë 8000 orë. Nëse i shndrojmë minuta, afërsisht bojnë 500 minuta. Pra gjysmë milioni minuta. Çdo njeri nga ne ta merr lapsin e tij, ta shënon fletorën e tij, sa minuta i ka harxhu për Allahun e tij, sa minuta i ka kalu për ahiretin e tij, sa minuta dhe sa çaste i ka kalu ai në ndihmë të qerve dhe veprave të cilët i sjellin dobi ditën e vetmis. Çdo njeri është llogaritës i vetës së tij. Pa transmetohet nga Teubet ibn Samme, i cili thot: kur i musha 60 vjet, o ula të llogariti vetën time, i numërova ditët që i kam kalu në jetën time, dhe i pash se ishin 21.500 ditë. Pastaj Teube e ngrit zonin lart dhe thot: vaj hakeja Teube, mjeri ti o Teube, nëse para Allahut Azza wa Jall del me 21.500 gjunaje. E sa gjunaje në ditën e Allahut Azza wa Jall je bojmë? Sa gjunaje të cilët as nuk i konsiderojmë gjunaje, të gjiton në gjunaje 21.500, tha bërtiti lartë dhe ra Teube e shkunën e pashtë se kish vdek. Ata ishin të partë të cilët thoshin, transmeton Ebu Darda radiallahu anhu, i cili thot: mos më kanë 3 çështje vëllai,
s'kisha lakmu të jetoj as një dit e para nga jo, që ti agjeroj ditët e nxehta për Allahun tim, ta shijoj në këtë dunja urin, pas e ta shijoj urin në akiret, ta agjeroj për Allahun tim, ti bajnë sesh dhe Allahut azza wa jall gjatë mërësisë së natës, të veçona me Allahun tim dhe treta nga jo që ti shoqëroj, vëllezërit e mirë, njerëz të mirë që më përkujtojnë ditën e vetëmis dhe i zgjedhin fjalët kur më këshillojnë, sikur që zgjedhen hurmat më të mira për t'ia gostitën misafirin më të ndershëm. Këta tre vepra të cilët i banë ato që jetojnë. Çfarë të ban të lakmosh ti të jetosh sa Nuhi alayhis salam? Piteve dhe tonë, pse ke qef me jetu ala ma shumë? Në xhami jo, agjerimi jo, zeqati jo, as një vepër të mirë jo. Ndëgjoj çka thot pejgamberi Allahu, më i miri nga ju është e vërtet, ai që jeton më gjatë me vepra të mira, dhe më i keqi nga ju është ai i cili jeton gjatë, mirë po ka vepra të liga. Fodhejl ibn Iyadi takoi një njeri dhe i tha, sa veti mushe sa 60 vjetë, tha në këtë sene i kam plotësu. Tha mashallah, Allahu të ndihmov se kanë shenis moti drejt Allahu tanë, shpresoj se shumë frikë ki mu taku me ta. A ju përgjith dhe tha, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ne jemi të Allahu do të kthehemi. Tha di shka me thonë, do me thonë, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, e kupton këtë? Tha shka do me thonë? Tha kur të thosh inna lillahi ne jemi të Allahu, do me thonë në rob të Allahu. Dhe kur ta besosh se te Allahu jot kje mu kthi, e din tha e beson se Allahu ka me të ndal? Tha po e besoj se Allahu ka me në ndal. Tha nëse e din se Allahu ka me të ndal, e di se Allahu ka me të pyet? Tha po që Allahu ka me na pyet. Tha e din se nëse Allahu të pyet, duhesh ti në këtë dunja sa je gjallë me pregadit përgjigje për Allahu azza wa jall, çka ka me të pyet? Çka ka me të pyet vëllezër të ndershëm? Po e shkortoj transmetimin e Katades i cili thot, dy pyetje çdo njeri në ditën e Kiametit Allahu ka me ja parashtru dhe kom të ti s'kan me lëviz. Te para pa ju përgjigj Allahut azza wa jall në këto dy pyetje. Madha kuntum ta'budun wa madha ajabtumul mursalin? Kanë keni adhuru? Kanë keni dash më shumë a pasurinë e vladin dhe familjen apo Allahun tuaj? Qati është ati, thot Allah në Kurani Kerim, thot unë jam besnik, wala yas'alanna as-sadiqina an sidqihim. Allahu dhe besnikët ka me i pyet, qëti argumentët. Nëse ti e ke dashtë Allahun tanë, ma shumë se sa punëtorin tanë, ma shumë se biznisin tanë, ma shumë se shefin tanë, kur ka thirë Allahu ku i ki qenë, a ka mundësi që dikush e dashëra e ti me ftuan, e ai me egzistu dhe me nejt në mesin e atinëve që si do. Kjo nuk ka ndodhë si për faqen e tokës dhe të mund të ndodhë. Çdo kush veçohet dhe i përgjigjet atij që don. Çfarë Allahu të keqet ka bon që Allahu tanë ti nuk i përgjigjesh. Pra ti llogaritmi ditët që i kaluam dhe të ndërshëm, që qesmi sa përqind për Allahun tonë. Nëse janë mirë të elhamdulillah o Zot, ma shto dozër dhe ma shumë. Nëse a keq biri vetës mas, për shkak se Fudhejl ibn Iyadi, kur i tregoj këti plaki, gjanisi plaki me qajt, tha mjerit ne, tha ja Fudhejl, a ka zgjidhje për ne? Tha po, zgjidhja në shubelit. Tha të la zgjidhja, ittaqillahi fi ma baqi. Yaghfirullahu leke ma qad madha wa ma qad baqa. Tu që Allahu dhe qatë frimarje dhe ditë që të kanë metë, Allahu kejti falë që ato 60 vite që Allahu t'i ki boj gjuna. Tu që Allahu të pejtash, mos edhe për nesër, se nesër ndoshta të gjenë varë, nesër të mlën dheu, pra pitu që Allahu që ato ditë që të kanë metë, Allahu t'i shlien kejt gabime që i ke bo deri në këtë ditë, dhe Allahu t'i falë të gjithë ata. Nëse neglishon Allahu në tanë, tha ditë që të kanë metë, Allahu ka me të pytën për ditët e kaluara. Ta logaritmi vëllezër të ndeshëm, sa ragjet zemrës kanë rahën gjatë tanë vitit. 40 milion ragjet të zemrës pa ndërhirje dhe përmisime. Pa ndërhirje dhe përmisime. A ke garancë se edhe një motë edhe 40 milion ragjet të zemrës i kitë të sigurta? As po ninë se infraktet të vënja pas njëshme dhe kjo nga shenjët i kametit? Dhe infrakti, kur jemi të infraktit,
Ka thonë pejgamberi Allahut, lutni Allahut azza wa jall që Allahu t'ju ruan nga vdekja e befast. Mirë po këto është mishte për muslimanin. Ai që janë namaz li, ai që e njeh Allahun e vet, infarakti për ta është rahmet pe Allahut azza wa jall. Azab është për munafikin dhe jo besimtarin. Para duhet të ndërsh, cili nga ne trokiqet e zemrës ti që ka në re njëherë sesh dhe Allahut azza wa jall i ka bon. Sa ke pagujtën për rajët e zemrës dhe mirëmajqen e tensionit tanë. Hapat në gjep këtu, a mos hapi vesh ta ull pi 180 pe 200, 120. Me bova ki hapi, Allahu me dasht edhe mi thonë hapi qoj të poshtë, Allah të poshtë, atëre veç hoxha e feni ka mundësi ti e me drejtu. Para ta në kushan është aji qëllje e mas stabilitetin, njën thotë, shka më bekis tension, s'kam një për këta, thë elhamdulillah që kësë ndëgju. Para ta Allahu të ka thirë 5 herë në gjami qërqilën, ta stabilizion dhe shëndetin tanë, ti regulon dhe frimarjet e tua. Sa frimarje i ki marë gjatë më të botë? 11 milion frimarje. Dhe nëse këna ditë se kanë kazamet me morë frim deri sa në erë korona. Kur erë korona në boni se elam tha o jo njerës të mos mendoni se ajri eksiston. Edhe hunat i mëdhaja i ke. Mos mendo se edhe moshknit se të mëdhaja i ke. Ka mundësi që Allahu sistemi të mëshkrive ti thot stop, ndalu, bloko. Para të Allahu azza wa jall të ban pike 5 shpien tonë. Dhe në boni. Ashtë vërtet që në boni pike 5. I përcellëm të dashirit tonë. Sa një përgëdhelëm përgëdheljen e fundit. Sa një banën ceremonit si duan ceremonin e fundit. A nuk ishtë ushtar prej ushtarëve të Allahu. Që në dhe mesaj, ojë njerëz, Allahu azza wa jall ju donë. Para ta Allahu jufton. Eja një more. Asa mirësi kjo që cilën na e përjetojmë sot. Ko që një ditë distonë zotut këtë shdënjoni me qëtëri mu taku. A nuk është mirësi Allahut azza wa jall që Allahu na i qoj neve rikujtim, këthjellim, për të në lajgru guga fletin e thellë që kemi gjitë në ta. Mi për kalaj e edhe në arrua. Pra u kohëpua me krizët ekonomike, a peshti pullën e ardhmër bëthamore, a nuk e shtip, a kur se di se zemrat e robëve të Allahut janë mes digishtëve të Allahut, o e njerës. Bota islame, bota jo islame është lindjes dhe përëndimit. Allahu azza wa jall për një ditë ka mundësi t'i ktheje në dobin e musliman. Allahu ban çregull, Allahu ban çudira në këtë botë për shkak se një gjeth pipemës nuk ben pa lejen e Allahut. Çfarë të kuptosh? Toto kur se me Allahun tanë mirë. Toto kur të mungosh ati kur Allahu të tharet. Toto kur gjindesh ati Allahu azza wa jall t'i ka ndalu 11 milion frimarje pa që regullim, pa shpenzim, pa argjim. Pite vetën tonë, që të frimarjet kër i ki morën ku i gjinë ti, celin kafit ki qenë, celin koc ki qenë, celin haram ki qenë, qka ki qenë duke shiju dhe duke ngre, në atë frimarjet që Allahu azza wa jall, si kur që një qast Allahu të ndalë oksigenin, pasivizohet e gjithë trupi, nuk funksionon truri, nuk funksionon shqisat e shqicimit, e asë ndëqimit, pra njeri u kaq është i vogjeshëm. Nëse Allahu i thot blok, stop, ajrit, s'ka mundësi njeri të mbijeton. Pite vetën tonë, sa frimarje i ki morë ku ka Allahu ka qenë razi, dhe sa frimarje ti për këtine milioneve të shumë ta ki morën ku Allahu azza wa jall është i dhlumë. Në në motë në kaluan 1825 koha namaz. Farz. Pa ta s'ka gjenet, pa ta nuk ka gjenet të Allahu azza wa jall. Pite vetën tonë që të 1825, shkele shkoja bonë Allahut, sa i rallove ato. Allahu s'ka thonë mëre veç në gjëmo, mirë që i ven gjëmo dhe ti e maj mirë që a i që s'ven. Mirë po, Allahut ka ftu në shtëpin Allahut, në vendin më të dashur të Allahut. Para ta të parë tonë, kur bajshin e falshin namazin e sabaut, edhe nefsi dhe ta vazhdoj pollovremën ditën e gjumit, apo i neski ka hinë parën, i thoi kej vetës e ti, ku? Ha? Ku shkon? A ki dhe një ven më të mirë se gjëmija? A gjenë dhe një ven më të mirë? Lakmon dilë shqiqesh në bërë sokak? Të resh në bërë kafiqe dhe të përgojosh? Ku po shkon? A din se vdekja i thënë të vetës vetë? Bisedojshin me vetën e ti dhe dhëshin. A din se vdekja të ven befas? Po mos tarë thëshin vdekja befas, nësa i dhe të lajmëron,
atëherë të bën smunja befas. Njëri si më mirë, e kap kraj, e kap koka, e kap dhimë të befas. Smunja vjen befas. Alamet, para pregatit se njëri ndodhë, zotë, s'kam qefun me vdekë, kam gallëzu. Allah të regon. Pra ata të regohet me një ngjarje thuat, se njëri e pas ka taku me lagjën e vdekjes, kur e thotë, ti kush keve ti? Te Sulejmani kur kem? Tha me lagjën e vdekjes. Tha a mund që të na të bomi doslar? Që i doslar? Tha doslar, tha, miq në të ditë. Tha bomu. Tha ka mundësi me më tregu, tha parë se me ardhme me vdek. Tha ka mundësi një selam me maqu. Tha ta qoj një selam. Edhe ki i fort, i fuqishëm, i drejt, i pamshëm, fillon ki më dovësu mira flok. Mell njëherë, s'ka sukses. Ditën herë, thojnë s'kena ku me morë mo. Për këtë arsye dështon edhe mjellja. Fillon më rrudh, fillon më gërbav, fillon me morë edhe një ndimës, me bon për trekom. Një ditë me laqe e vdekës i delë për para, thot, selamu alaikum dost. Thot që fa dosti ma? Thot e di kur e në bot dost e Sulejmani a.s. Thot atija, po thot, o motis pas në pom pas ka mërmolli. Me menim, do dhënë të katë hiki one. Po me gjitha ta, thot, ku je? Tha, unë e ka marë sot me ta marë shpirin. Sot, tha, po që i patëm me fjallë. As i patëm fjallë me ma qute mesazh. Po tha, të kam qu mëra shumë, tha, as njas ka ardha. As njas ka ardha se ti i kon offline. Ti si i kon rjete. Ku me të ardha i mesazh? Për këtë arsye, tha, unë i honë të kam qua. Di që i sa i pashëm, qfar frizure, tha, kishe kuru të akum, tha, po ku i ki e malë, tja me shef, as njas ka me. Tha, e di se qolok, sa të zeza i ki pas, tash, ka she thirë. A e di se sa i fuqishëm ki qenë, ka she rrudh, ka she plak, ka she gërmot. Tha, leti me të lonë edhe 1.000 vetë ti s'merë vesh. Hajde në tonë. Para të dhe ato ndërshën 1825 namazë na e pitë mi vetë tonë. Si kena këri? Ko i kena këri këto namazë? Ko i kena këri këto namazë? A ju kena përgjigjë muezini ko thonë, hajja ala salah, hajja ala falah. E janë namaz, e janë shpëtim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. E di, se puna jote, ashtë me rëndësi. Operacioni jote, ashtë i rëndësishëm. Mirë po ti, Allahu tani ki thonë, Allahu Ekber, Allahu ashtë ma i malë se gjdo kosh. Realizoj e vërtetoj në kohën e zonit. A ashtë Allahu ma i madhë, apo kafja jote ma e madhë? A ashtë Allahu jote ma i madhë, apo grua jote ma e qmushme? A ashtë Allahu jote ma i madhë, dashuri Allahu tash është ma e madhë, apo biznesi jote është ma i madhë? Para të ledo të ndërshëm, në këtë vitë sa dolare, sa qindra mija dolari kena gërumbullu, bane po pizë vetën tonë, dhe qitë që ka lemin sa i ke dhonë për Allah unë tanë, po jo për Allah unë tanë se Allah s'ka nevoj, po sa i ke dhonë për vetën tonë, ndë gjo transmiton Aisha e cila thotë, pejgamberi Allah të theri një dele në shtëpit, dhe ndajt i shpadhën e delës ja la pejgamberit Allah, e qedrën e shpërndau, pejgamberi Allah dhe e pit Aishën, dhe i thotë oja Aishë sa ka ngel prej mishit të delës, tha nuk ka ngel prej mishit të delës, vetëm një shpatëll. Tha pejgamberi Allah të krejt pas ka ngel, vetëm shpatëllas pas ka ngel. Atë që e kemi dhonë e kemi lonë, atë që e kemi ngron e kemi tret, atë që e kemi vesh e kemi shki, atë që e ke dhonë ajo do të shotëson në vërrin tanë, ajo do të shotëson siratin, udhën e siratin, ajo do të peshon këndarën ditën e kiametit, para të logaritë vetën tonë, para se qërë të logarisin, për epshin tanë, për zbukurimet e shtëpis tonë, për çdo komoditetin e kësaj dunjas, shpenzojmë gjësën, 14 pro ka dalë, kam qef më koni parë. E pëse s'mu bonsh edhe në gjenet i parë? Apo të utësh a se mu bonsh me Ebu Bekrin? Po të utësh se i e kojshi pejgamberit Allah, garoni wa fi dharik, feljetë në fisil mu të në fison, let garojnë në këtë fush e garimit, fusha e garimit beteja është në akiret, lum ati që e fiton gjennetin Allah, mjera i cili e grumbullon dunjon, e le kerejt, pytët për kejt, smer me veti asgjan, wa kullu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalina wa ba'd. Pra Allahu të ndërshëm gjatë vitit të kaluar, mas paki ne që kemi ngron, pra unë e pe market masatarën të cilën e kanë logarit djetarët, ka thonë njeri gjatë vitit mund mi ngron gjys toni ushqim. E ti sa në gjys toni? 500.000 kilogram. Sa na kemi shpenzu për sistemin e treqës me pagu për treqën e ushqimit tonë? Azon.
Këtë Allahu Azza wa Jall na ka lip neve veç di çështje. Ku t'ja filloj shtu i marrë bismillah në emrin të Allahut. Ai është i cili bujkun e aktivizu, është që farën e ka hedhë në arën e vetë, aja që e ka bin grunin, ai që ka kujdes për rritjen e grunit, ai është i cili ka nuan kallinj edhe e ka bo bukën, ai është i cili e ka aktivizu mullinin, ai i cili deri sa ka anë sofrën tone, ndasa uleshtin sofrën tone, don me ngron me gjithë tepsi edhe arron me bo bismillah, e pastaj i thua, gjeni oqë të forë se s'jam diçka i që mirë, po ti je ai i cili ke mundësi me një fjalë mi prangësu, mi mbengu të gjithë shejtanët të cilët tentojnë që të shoqërojnë trizën tonë dhe në sofrën tonë, thuaj bismillah, në emrin të Allahut, s'ka mundësi gjinët të gjithë, biliona që janë, s'kan mundësi me të shoqëru në ushtimin tonë. E shka bëhet me ato? Ato bojnë vedrasje. Shkojnë të një kojshia qëtër që s'banë bismillah. Tja po mërzitë se po dalim për shpjes tonë, tja po mërzitë se po dalim për barkit tana, tja po mërzitë se s'janë me ti në krevekin tana, tja po mërzitë se do nuk shërqojnë jetën e përdiqme. Para ata depresioni, nuk ka depresion përveç se ngacmim i shejtanëve të cilët ka paralajmëruar pejgamberi Allahut. Tja mendoj se diapazoni ta përzan shejtanin tanë. Merë 10 miligram diapazan e sheva ta përzan. Prap këthejet. A i veç mashtron një ditë të dita qast. Për shkak se ato banojnë në sistemin nervor. Pa atë leo të ndërsh. Ta qlirojnë vetën tonë nga gacmimet e shejtanit. Doke përmen Allah. Doke i bo Allahut namaz. Dhe në veçanti kur të hajmi mos t'i forcojmë ato. Por ato t'i lonë të dopë që s'kan mundësi të frenojnë nga veprat e mira dhe s'kan mundësi që të shtin në veprat e liga. Thuaj bismillah. E në fund, elhamdulillah o Zot, ti na mundësove me ngron këtë dërshqim. Edhe si kur që ne, t'kishmi pras problem me barkun ton, me lukthin ton, këtë dërshqim s'kishmi mundësi në me shiju, as me ngron, edhe ti e ha dhe arron, mirë po Allahu nuk të arron, Allahu i urnon sistemin e treqës të vepron, të punon pëndal. E ti preton Allahut Azza wa Jall disesh dhe Allahut një falemderim i thonë elhamdulillah o Zot që në mundësove me ngron, në mundësove me pi, në ngope ka nuk e mendojmë, o Zot i madh bane këtë ushqim, ku vetë për neve për në të mira, mos e banë ku vetë për veprat e liga. Pra vleo të ndërshëm thot pejgamberi Allahut, për çdo njeri që zgjohet në mëngjes, Allahut ja ka 360 borxhe. Për çdo ditë. Pse këto borxhe? Tha për nijet e trupit janë 360 që thot Aisha. Për çdo nije ka një sadaka. Tha ja Rasulullah, s'kemi sadaka. Kush ka mundësi mi dhon 360 euro? Kush ka mundësi 360 dinon ditë mi dhon? S'kemi mundësi mi dhon sadaka. Tha pejgamberi Allahut, me ju bosjesh një muslimonit a sadaka, me ndimu njoni që ka nevoj, apo me këshillu a sadaka, me ununët të mirë a sadaka, me ndalu nga e keqja a sadaka, i numroj. Tha që tregoj shkurt diçka që nëse veproni e ka vlerën sa 360 sadaka, tha në tregoj dërguri Allahut dire qatë para dreke. Bin sabat linde dili, mas linde një 20 minuta, apo disa thojnë 40 minuta, deri para dreke dire qatë namaz, i lan, i shlijen borgjët e Allah, am ledhi dhe pjestoj, apo shumëzoj, 360 sadakaja borgje që ja ken Allahut, ditësore për lëvizjet e nijeve tona, Allahut Azza wa Jall, shumëzoj dhe dalin 1.300.000 borgje. Sa për atin me gila që po gëzoshtin atë në vitë 3. Tja mendon se bredhi ka me qitë celë ti e fata. Para mendoj një popull i cili e manifeston fundin e vitit 3 me bredha dhe të ngjajshme me ta, me simbole të paganëve, ata mendojnë se nëse zjarri është kall, lumia i beqar që është atë natë se nusja automatikisht ati parkohet atë vit. A i kalon një vit, a i shef nuse me si, a kalon edhe 2 vit, as ditën vit, shkaloj një boni 60 vit të pritën, se pe bredhi ka me martua ato. Tja mi bredhi pu prit me të martua. Tja të mendon se bredhi ka me të sjell nusë, a riskin apo borgjin ka me të la. Tja mendon se letrët për Gjermani bredhi ka me të rregullua. Pra vleo të ndërshëm, këto janë mjerime të cilët ne i posedojmë, për këtë arsye dhe ti llogaritë vetën tone, për lidhjet me farefisnin. Në këto ato kabigjiket tona janë byllë.
A thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka thonë Allahu azza wa jall, le ta din ata të cilët i shkëputin lidhjet me farefisnin, Allahu i shkëput lidhjet me to. E në veçanti prindërit, ledhën modeli huaj, ashtë e na të hapën shtëpit e pleqve. A turp njën e zez në kombin ton dhe në fen ton. Pleq duan të plakën para te. Ato s'kanë nevoj për jacuzzi, as s'kanë nevoj për mesazhe. Ato kanë nevoj me të pa tije. Para ta i këtë shirojnë mirë se ardhe, të gjithë mërgjimtarve të cilët i kanë lonë obligimet e tyre, kanë shpenzua dhe kanë ardhë për t'i gëzu prind të tyre, për t'i gëzu të afër me tyre. Kjo është një çështje madhore. Jo me ja bo qefin askujt, se s'kemi dalë në mimberin e pejgamberit Allah me bo biznese apo me ja bo qefin dikujt. Mirë po kështu është leo të ndërshëm, duheni sa më shpesh që të vini. Dhe ato të cilët s'kanë morë kuferat me shkua gjem, mos t'i morin, për çka gletërin të arrujnë në venin e tyre, se Allahu e ka caktuar rizkun dhe kjo në matematikën bashkohore a tragedi. Ato që janë a gjithë dojnë me lonë me arë këto qertë i neznisën ato. 60 vetë nëse punon me letra këti gruja dhe fmite dhe kejtë këtë një ordinim, s'kini mundësi një shpi me ble. Ta me paramendoni se angazhoni që ashtu si Zvistran punoni edhe këtu. Sa shpia i nërës një 4, një tije, një vlavit, një gjelit migjës edhe një pukarat. A mund me janë reqë. Për këtë arsye se nuk e avlenu ledhë të detën matematikën bashkore. Sa i mini 5.000 frank, e sa paguni tatime 3.000 frank, e sa ju jesin 2.000 frank, 2.000 frank në Zvicër janë sa 200 euro në Macedoni. Ku po shkoni? Kja proces politik që dëshirojnë të të zbrazin vendet tona, që të sjellin emigrantë të qerë. Për këtë arsye, mos u bani uri ju i realizime të projekteve të politikave ditore, para të keni kujdes, se Allahu ja ka caktuar rizkin dhe ka thonë, mos u preokupo për atë që ta kam siguru, preokupo me atë që ta kam obligu. Allahu rizkin e ka siguru, e namazin e ka obligu.